Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë rrëfimin e radhës. Një rrëfim shumë i ndjerë, një rrëfim shumë i dhimbshëm. Do dëgjoni një histori të një djalit i cili po dashuron një vajzë e cila është me kancer. Ajo është në ditët e fundit të jetës së saj, por dhimbja që ka ky djalë, zemra që i dhem ky djalë dhe sekretin që nuk ja ka treguar, sonte dëshiron që ta hapën zemrën dhe ta ndanë me ne. Bëhet fjalë për një sekret shumë të fortë. Domethënë një lidhje, një histori që kjo familje ka patur më herët që ky djalë në fakt tani e ka zbuluar këtë të vërtetë. Ai është në anktin më të madh, është në mëdyshje, aty ja tregon të vërtetën apo jo vajzës, por gjithsesi unë do ta kyç në linjën telefonike dhe dua nëpërmes linjës telefonike në mënyrë anonime, ashtu siç ai ma ka kërkuar dhe unë do ta respektoj këtë gjë siç e kam respektuar me të gjithë, dua të ndëgjoj rrëfimin e vërtet të këtij djali. Kanceri ka qenë shumë i shpejt në këtë mes, por ai dëshiron që të ndanë me ne një herë dhimbjen, ndoshta komentet e juaja do ta ndihmojnë. Ai është në linjën telefonike, më dëgjon. Përshëndetje i dashur, mund ta tregosh historinë tënde? Mirë dita. Përshëndetje. Historia ime është shumë e bukur, por njëkohësisht edhe shumë e dhimbshme. Unë jam dashuruar me një vajzë që kur isha në shkollën e mesme. Kemi kaluar momente shumë të bukura bashku. Jemi njohur në një parti, më pas shoqëria na ka lidhur, kemi bërë dhe ndrimin e numrave dhe jemi dashuruar, do të them dhe dashurohemi akoma si të çmendur. Jeta jonë ishte e lumtur deri para një vit e gjysmë, kur ne e kuptuam pas një lodhje të madhe që e dashura ime vuante nga kanceri. Ne jemi nga qyteti Durrësit, po jetojmë në Tiranë. Për mua ishte një shok i madh, ishte një dramë e madhe. Duhet të përballem me një realitet shumë të dhimbshëm. Luftuam sa mundëm, por mjekët na treguan që nuk ka shërim, është e rrezikshme. Por ajo që kam zbuluar është edhe më e keqe. Nëpërmjet bisedave kam zbuluar që babi dhe mami i saj kanë qenë të lidhur para se ne të vinim në këtë jetë. Thënë kanë qenë të dashuruar, por i kanë ndarë. Tani, ne, familjet tona nuk e din për lidhjen tonë. Nuk e din të vërtetën të marrëdhënies tonë, do me thënë. Më fal, tani që ti e tregon domethënë këtë të vërtetën. Ju të dy keni nisur një lidhje goxha vite. Prindërit e juaj nuk është si u kanë lindur juve të dyve, domethënë thjesht kanë patur një lidhje të mëhershme. Po pra e thash, E kuptoj. Mundesh të vazhdosh. Na kanë lindur ne. Janë dashuruar shumë më përpara dhe këtë të vërtetën unë e kam marrë vesh nga daja im, i cili kur ja tregova të vërtetën për këtë vajzën unë, që e dua shumë, edhe kur ja tregova se si e ka emrin nëna e vajzës, se si e ka emrin baba i vajzës, daja u shokua nga që ishte një emër i dëgjuar. Kur më kërkoi foto mua të vjerës time, nënës të vajzës, ai më tha, më duket fytyrë shumë e njohur kjo, sepse pas ka qenë një histori që zona ku kanë jetuar këto, domethënë, e pas ka ditur këtë të vërtetën atë kohë. Dhe unë nuk është se bëra të madhe me thënë drejtën, po më shtoj çik si kureshje, na? Dhe kur takohesha me të dashurën time, unë para se të fillonte këto kimioterapit që i merr, fillova që të flas me veten dhe t'i them që po hajde të vendosemi çfarë do bëhet. Dhe i thash unë asaj, mos vallë ta shketash në një fotografi, kur mami jote ka qenë më e re. E unë ja tregova atë familjes time, kisha kuletur. Ja thash, edhe ma dha mua e fotografin. I bëra një foto unë, edhe thrita unë dajën për kafe, aty, te lagja. Kur ja tregova dajës unë, daja ma bëri tha, me gotësën e kësaj, tha je lidhur?
Me sa di tha unë tha, baba jot tha ka patur lidhje tha me nënën e kësaj. Po kishin patur jo lidhje, po kishin patur lidhje 3 Dua pak vite të të ndaloj te plota. kjo pjesa. Dhe Tani do me po, thënë që kjo vajzë është e smur, si e kujton momentin e parë me të? momenti i parë është shumë i bukur, se thash në fillim, do thënë jemi takuar rastësisht. Jemi të lindur për njëri tjetrin, kemi të njëjtën botë, kemi të njëjtat mendime, kemi të njëjtat ide. Nuk e prisja që do të më vinte kjo gjë ta përjetoja. Unë mendova që kam gjetur personin e jetës. Mendova që kam gjetur njeriu që do ta kisha në krah gjithmonë. Mendoj që dashuritë e bukura dhe të vërteta asnjëherë nuk jetojnë bashkë. E dim pse? Sepse jo më kot janë çiftet Po, aq të, më thënë, të ndryshme me njëri tjetrin, sa që ndoshta shkojnë edhe në luftë të hapur. Besoja që kjo do të ishte dashuria që mua të më falte jetën, por jo, nuk është kjo. Unë jam pajtuar me fatin, jemi duke pritur dita ditës, por kam një frikë. Nuk e di nëse duhet t'ja tregoj këtë të vërtetën, apo mos t'ja tregoj këtë të vërtetën, se tani ajo është në spital. Është në gjendje shumë të rëndë. Nuk e di a ta lë që të shkon me mendjen tek dashuria, tek unë, apo ta dije të vërtetën e nënës së saj, sepse unë kam filluar të besoj që mua dhe atë nuk na ka njohur rastësia. Dhe ka qenë Zoti ai që ndoshta na ka takuar ne sepse prindërit tanë kanë patur një plak të hapur më parë. Sinqerisht po mendoj se çfarë duhet të bëj, si të veproj. Më dhimbse të them, nëse ja them do të lëndohet, po nëse nuk ja them, ndoshta do t'i kam një plak që nuk di asnjë gjë. E ndjej veten fajtor. Nuk e di, jam në një ankth edhe siklet të madh për këtë marrëdhënie. Nuk e di se si të bëhet kjo marrëdhënie dhe çfarë të ndodh. Sinqerisht, jam në një pikpyetje. Më dhimbset. Kjo vajzë mua më dhimbset. Dhe ndoshta e publiku do të kuptova. më Unë ndihmon falenderoj shumë se që si t'ja them. e ndave këtë rrëfim kaq të prekshëm realisht. Edhe uroj me zemër që të lexosh atë dokumenti që ti pretendon ta lexosh, ndoshta të marrësh edhe ndonjë ide për të vendosur se çfarë të bësh në këtë histori kaq të dhimbshme. Unë të përshëndes dhe të uroj të gjitha të mirat. Faleminderit vëlla. E pra të dashur miq e dëgjuat, do me thënë bëhet fjalë për një të kaluar, në fakt për këtë histori që njerëzit mundohen që t'i mbajnë të fshehura, por unë edhe nga ajo që kam lexuar, por edhe nga ajo që besoj që njeriu nuk ikën nga ky univers në qoftë se nuk e tregon të vërtetën të madhe. Jepni mendimin tuaj se çfarë duhet të bën ky djalë, për mendimin tim duhet t'ia thotë të vërtetën të dashurës së tij.